një njeri, një bujk i marrë 5 gjatë copa lop. Po nër 3.000 s'ka lop të mirë. Vici si t'lind mund me marrë, po du me thonë edhe me 1.300-400, trive ju tha mirë, se me gjdo sent që mirë është ka dishka. Ka qef me ne, luksin fort me shiju, edhe te buqësia dënë punë. Pi badiavistikës nuk ka kur gjo. Gratë pa tjetrin që po fryjët me 300 euro vjen pi gërbetit, e fryjët me kere hëntekar, kujtojnë që ajo lërë pi parev, edhe që shtu po dov ka me jetu në Zvicër. Unë e ku menu vetin me gjithë këtu të buqësia, për shkak që mës me shku dikon jashtë me hup kohën pa lidhje. Miqtë mi dashur, përshëndetje prej me Lauretës. Sot e kemi terrenin në fshatin Grejkëc të komunës së Suarekës. Sot kemi ardhur me vizitu Tasim Shahinaj, i cili kryesisht merret me blegtori edhe me punë të bujqësisë. Ai ka më na fol pak më shumë për sfidat, për fitimet, edhe a ja vlen me u merr me këtë punë. Hajde ne shkojmë të takojmë zotin Tasim. Nderum si je? Mirë. Mirë dita, si je? Ai mirë? Mirë se keni ardhë, faleminderit që keni gjithë kohën, po du me thonë për me ardhë jo, me na vizitu neve. Na jem Tasim Shahinaj nga fshati Grejkëc, faleminderit që keni ardhë. Faleminderit edhe juve. Nderum ç'sh je, ç'sh po shkojnë? Mirë, po shkojnë dyshu, po gjinëm qështu ka pak, ka shtëpia. Ju kryesisht merreni do të thonë me blegtori, ki lop. Sa lop ki kryesisht? I kemi dikon një 17 copa për momentin. Dhe gjysa janë në pleja 8 copa, edhe tjerat janë mështjera apo tjera. Që sa ku merresh me këtë? Merrem që 3 vite. Që 3 vite merresh? Po, kryesisht që 3 vite, babgjysh mu kanë marrë me këtë sen bujqësor, po du me thonë, po dhe tash edhe une. E qysh po ejtë? Se unë më karo me fol pa tjetër me shumë blegtore dhe normal, sfidat janë si gjithkon, po apo ka fitim, apo ja vlen me u merr me këtë punë? Fitimi është një farë fitimi, nëse na ndihmon Ministria sene bujqësisë, nëse nuk i shprejhet, po du me thonë sene, nëse na ndihmon është një farë levërdje. Po, qa që madhe jo. Po, unë e ku menu vetin me gjithë këtu të bujqësia, për shkak që mës me shku dikon jashtë me hup kohën pa lidhje. Lop, sa po shkojnë për shkak? Po, një lop, po du me thonë, mund me marë, po du me thonë, edhe me 1.300-400, po nër 3.000 s'ka lop të mirë, që lëshën, po du me thonë, dikon 30 litra qumsht. Nër 3.000 euro s'ka do? Jo, s'ka lop. Po viqat për shembull si t'lindin ose viqit 3-4 muaj? Viqi si t'lind për si ta pin kulloshtër, në kryesisht po du me thonë që i ka 4-5 dit, a i shkon dikun rreth 400-ve. Po më varet, nëse o femnore, pak dishka ma lirë, nëse o mashkullore, është pak ma shtrejt, nëse o rasa kuqe bardha e shtën ma shumë, edhe normal që e ka cilësien ma të lartë. Me u merë, do me thonë, pas ke ka gjashun lopë, dikur rreth 17 lopë, apo mundesh me ja dalë, apo ndihmon dikush? Po ja dalëm se kryesisht mirëm 2-3 antar deri në 5 antar pi familjes. Mirë, shkon. Kryesisht kush po të ndihmon? Gruaja më ndihmon, po du me thonë, edhe djalin e kam të vogël, po më ndihmon edhe ky. Nuk i largohet, po. Ndihmon, sa vjeçar është ky? Dikon 4 vjet i ka mush. Edhe i don, domethënë. Po, i don lopt, i don bujqësinë e don. Po më vjen shumë mirë që ka që i vogël do më thonë i pëlqejnë edhe po shpresoj që rritet me këtë dashni ndaj kafshëve. Edhe nusja pa tjetër, pa përkrojën e saj, besoj që s'kishe mujt me ja dalë. Jo, s'mu ja dalë. E nderum, dishta me të pyet, a i shitni do më thonë produktet e Byllmetit? Na kryesisht po du me thonë dërzojmë tamël. Dërzojmë tamël të 2 qumshtore, po me njanën pak ma shumë. E sa po shkojnë litra? Litra qumshit o të sjellë që ta është i 45 cent, pas subvencione. Me shumic, me pakic, po du me thonë sa ki mundësi me qu, ajo është favor tonë. Po djathi për shembull kosi, sa? Na nuk prodhojmë as djath, as kos, se ma nuk ja vlen, po du me thonë, se për një kil djath do të mi hup 3 tonë. Tana do të me munu të shoqen, po du me thonë, se. Ma shpejt e dërzoj, ma thjesht, ma se. Ti e përmende pak edhe gurbetin. Po. Edhe the që ku vendos për mos
pas shpresa unë e kum tentu edhe me pare për me dal jashtë sa ke pa u bon vizat me hi, po tash kur hinën vizat, tash po më thirrin për me shku vizit me bo diçka me pa atje që unë ma mirë në Evropë, se në me pruni diçka tjetër ma të mirë këtu, po tash te s'po t'lojnë luft, se sun ja dan, sun shkon, po du me thonë, sun e dan kohën. Edhe, a ki dikon jashtë në vllaz? E kam vllave, të madhe. Në cilin vend? Në Itali është, në Trieste. E qysh po thëta, e qysh për i duket jeta atje? Po, atje si duket, sukur njeri kur ton vend huje, çdo sen kontribon në sen, po ti je i huje, për ata je i huje. Po sot me të dhonë mundësia për një rrugë në 7-3-4.000 euro atje, edhe me i shit këto krejt loptë dhe me braktisat dhe ju. Jo, nuk ja vlen, po du me thonë me shku në shtetet jashtme, po du me thonë Milan gjithë këto sene, po du me thonë. Se, kena luftu edhe në Kosovë, po du me thonë për Kosovë jam ka në ushtari o që kësë, edhe kum punu shumë sfida, i kum kalu këtu, shumë trejnime, e di që atje jenë vend të hullin, apet ki mu këthy këtu. Ti ke qenë edhe ushtari e ushtrisë Po. Kosovës edhe diku pas ke qenë shumë i ri kur je bashkëpunëtor. 18 vjet i ku mush në shkollë Thanishtit. Edhe ke qenë ushtar. Jam konë ushtar. Po qysh janë kanë ato ku? Mirë janë konë ato ku, se aty po du me thonë nëse i bashkangjit në radhët e UÇK-s, aty e ke pas njanën, babën, krejt çdo sen e ke pas shokin tanë, luftës, kraj. Sa po mendon që ja dim vlerën sot? Sot për sot rinia po du me thonë është pak problem, jo pak po shumë o problem që s'ja din asine. Është shumë rrezik se shkon edhe në kohë, po du me thonë edhe dikun s'ja din hiç kërkush vlerën. S'po folet ndoshta mjaftueshëm për pjesën e luftës. Nuk don mu fol për pjesën e luftës e sene e të ushtrisë, po don punë shteti, po du me thonë mi përkra, mi rrit rrokat e UÇK-s, se teri që tash e kena pas me drejt, pa drejt pune. Edhe pse e kon veteran, po du me thonë i ke marrë 170 euro, ti s'ki pas drejt me punu. Edhe me 170 euro. Shka me bati 170 euro këty në liderve që punojnë, po du me thonë institucionet larta, po du me thonë 170 euro si del për një rrugë me hangër një drejtë. E vërtet është kjo. Edhe në fund e pësën qytetari shkret edhe pak frikëni. Edhe le që pësën qytetari shkret, po do të më shqetësu me hangër, me mbajt familjen, edhe ti me ato pare nuk mënesh me ja dal absolutisht. Me 170 euro nëse je veti treti antar i familjes, ti sun ja del kur qysh. Pse? Don rrym, don ujë, don bërllog, don tanasenet. Nuk mund mi ja dal se kosta veç për ditë e pirritin çmimet. I nderuam, nuk diskutohet që jeta sot është bërë shumë e vështirë, çmimet janë rritë, domethënë ka ndryshuar standardet jetësore, ti e tha shumë mirë, sot nër 130-140 euro nuk mundesh me mbush kolicën. Edhe ato s'dalin, për një muj nuk dalin. Po qysh, apo unë me ja daljo, sot po besoj. Po qëre gjdo njani e zamarit në veti, po du me thonë, nëse ka sasit parët jo të mjaftushme se kërkush s'ka të mjaftushme pare, po nëse ka një rrugë 170 euro, aja që Terezien të rejnë fut mujet me dal me 170 euro, dikush ja që Terezien edhe me 2500 së një del. Se e lëshon plugën ma gjanë, edhe hansat mund. Po ato kohët kur nuk je mirë me lopë dhe me blegtori, qysh janë ka, më ishe me ja dalin ndërun? Janë kanë kohët ma të mira, se jena kanë edhe bashkë me vllaznisa që jena kanë pa u da, po rrugën e kena pas nga me tura, sa i ki gra, qa që ki marrë. Qa që ki punë? Tas. Po jeta më shotin Grejkoc, qysh është i ndërun? Jeta është e mirë në Grejkoc, po du me thonë kush mirët me dishka tilla, kush e studion badiavistiken, aq s'ka kur që. E është braktisë shati, për shkak se neve na ka rënë me shkum shumë shatra dhe shumica janë konë braktisura me të madhe. Po, shumë nuk janë braktisë, po ju kanë gjitë qytetit ma fort. Se qyteti pjo sjell ka pagës punë, gratë e sodit e burrat nuk po dojnë fort me punu, janë bo gati si në Shqipni si ta pin një teke, po du me thonë aje pin që ato dhe rahat është. E pëse po menon që laku mojnë kaq shumë qyteta, edhe për braktisë me fshatrat? Lakë mojnë se shokit e po shokin që s'punon, edhe ato tjetërin e infekton. Po mërgimi. Unë kom dëgju që Grejkoci ka shumë mërgjimtarë.
edhe një ko njerëz të mërgjim. E tash ti pensionojnë krejt jetën jashtë. Normal, për një jetë ma të mirë edhe kështu. Po ti qa me ndani ndërum? Aja vlen me dalë edhe me jetu edhe me zhvillu jetën dhe me thonë jashtë Kosovës? Për hesapin tem nuk ja vlen me dalë nëse ki toke, sene, bujqësore që mirë është dishka me pjesë të shtëpis. A kush nuk ka një trull 4-5 are, një shtëpi, po du me thonë, ai ku të mund me gjetë vetin e gjonë. Po sa edhe më shumë është për ty që ke qenë kryesari i ushtrisë qërimtare dhe ke luftu për lirinë e Kosovës kur ishe Kosovën të braktisme të madhe? On shumë keq se on problemi që për shka luftum na për shembull, për shka u morëm, për shka u mytën dëshmorët, për çfarë sene, kur populli ik, po du me thonë, shka tana, shka pritet këtu. Kur rinia smirët, po du me thonë, me marë ma seriozisht, mu marë me tokë bujqësore, mu marë, po du me thonë, me lamit ndryshme, tregtia është, nuk ka veç toka bujqësore që duhet me punu, po është tregtia, është bujqësia, është stollaria, është çdo sen. Një pjesë shumë e madhe e rinis po largohen prej punëve të bujqësisë dhe blegtorisë kryesisht. Pse mendon ti që puna e bujqësisë nëse nuk i ki, për shembull, nuk i ki 2 marshqi, 3 marshqi të mirën me ta që ti me pas mundësi, kur ki mundësi me shku të dikush, me pa, me ne, me dal, me bon zjaret që thujnë, ose për naj deko, naj darsëm, ti e i mshelt. Nëse bujqësia, po du me thonë, nuk ka që do të më konë i vetëm këtu, se e kem na sezonën sanës, po du me thonë që do të mi pas 3-4 vetë pak janë. Edhe sun ja del për shembull, se ti shkon mas sanës, lupës të tjesin, po du me thonë pa mjellët tyti. Edhe tha shumë mirë do të me kanë ashtë 2-3 vetë, apo ti, apo gjimë për kraje dhe prej familjes? Na kryesisht, po du me thonë, mirëm edhe me do shoqni punojmë, pjesë. Ndihmoni njëri tjetrit. Po njëri tjetrit, kombinohem në mës veti, pagës ja dim, po du me thonë njëri tjetrit, ky se ka këta, na shkoj me njënën o kosa ajo kjo, edhe krymë punë pak ma shumë. Se me bo më konë vetëm i vetëm, nuk mund kur gjonë, zero me a bon. Se teknika të na o teknika zero. Teknika zero. Pse? Se në shtetet evropiane, po du me thonë, në Zvicrë, në Gjermani, o tutje, ata i kanë teknikën që teknika punon. Ha po du me thonë te traktori, ha te kumbaja, ha te presa, ha te rrotullballi, ha te tutje. Ajo po du me thonë krymë punë teknika. Një shofer i manë për shembull 2 traktora. Këtu po du me thonë një shofer e ka 1 traktor, që ta merren rën 100 herë po du me thonë, më informu. Atje në shtetet jashtme, një njeri, një bujk i manë 5 gjallë copa lup. Te na 10 ma shumë s'kem kapacitet na, se së një bojnë mas parë ju shumë. Sot po mesin tokat ashtu batal që thënë, se nuk po punohen. Edhe nuk e di për Grejkocin, ashtu ati më nëshme na kallëzu pak ma shumë apo punohet tokat. Toka në përgjithësi po du me thonë vjetës si vjetë o ka punohet ma shumë, po nëse qeveria po du me thonë rritë subvencionimin e sene, besoj që ka mu punu edhe ma shumë. Se tashti edhe tokën e kanë bon me pagesë, po du me thonë pi vitit kalune më skusha gabim, që kena me pagu edhe tokën, po du me thonë, e që e jotja. Apo ja vlen vitin 2025, jem të i për vitin 2026 me u merë me tokë edhe me bujqësi edhe me doktori. Si pas teje, a ja kështë dhoni mesazh në shtaj rinis që kanë tokë, i kanë këtë kushtet me zhvillu këtë punë në katunet e veta, në shotrat e veta, po në shtaj kanë ato komplekset që tha edhe ti ma herët. Qëre, normal kush do më morë me bujqësi, ja vlen, nuk o që s'ja vlen, po du me thonë për mes me lonë tokën batal, po. Nëse rritën edhe pakës subvencione që një mod, po du me thonë për shtetit, do të mirën kryesisht, po du me thonë më marë ma shumë me bujqësi. Ose me blegtori, pa morë parasysh. Ashtë profitabile. Ti e tha një lopë të mirë në 3.000 euro nuk e gjenë. Tash 3.000 euro dikujt i do këtë nështë shumë, dikujt i do këtë nështë lirë që merret me këtë punë. Qa mendon ti për këtë çmim në rrugë?
Qëre, qmimi është pak e nalt, po është që pibin pi jashtit, pibin me karantin, pibin gjdo sen, tana ata piqojnë qmimet. Pse? Se ati i kushton, po du me thonë, mbajtja, i kushton dogana, i kushton shpediteri, i kushton gjdo sen. Se jena morë dhe ka pak me shpeditera edhe i ka qëto koste. Tana i rritet edhe aje bjen qmimin e vetë, po du me thonë, sa i konvenon me gjithë fitim të vetin. Apo na flet për sfidat, ma të mdoja me të cilat për ballet sot një blektur? Po sfidat të mirën, po du me thonë që nëse po du me thonë është klima e mirë, bjen shi, ka rendimente shumë të mira që mund më bo edhe kalamoqi, edhe gruni, edhe gjdo sen. Po nëse nuk bjen shi, të na nuk kem vadë. Kur gjon, del fare bujku, sun livran, sun miell, sun kur gjon, sun ban, se mielja do të me pas lakshti. Dili do të me qu përpjet faren me rrit. Gjdo sen po du me thonë. Nëse on veç dili, sa në favor të bujkut. Nëse on veç shi, apet e mbyt po du me thonë, kur gjon hitë se sun livran, sun miell. Pak interesante kjo pjesa në shta që do të më varë prej motit. Diçka që se kemi në dorë, po sa e vështirë është? Nëse po du me thonë, nëse punon po du me thonë shteti ma fort, edhe i nal pyet që nuk prehen, te na vjen shivi ma shpesh. Nëse pylli nuk nalët to prej, nuk vjen shivi. Se na vetë e prishëm po du me thonë. Krejt nisët po du me thonë, qysh e mjell qashtu e kur. E ndëruma ke gjithë përkraje dhe më thonë prej institucioneve, kryesisht prej Ministrisë Bujqësisë, a ke apliku për gronte, ose një shtallë, ose një diçka? Na kena apliku, po du me thonë, 2019, i kena qu dokumentat e sene, po nuk na ka kthy as pozitiv, as negativ, kur gjon hitë su kthy. Na ja kena njës me forcat tona, një farë pjese të shtallës, është 16 me 11, që i plotëson, po du me thonë, kushtet e mija, sa kam ka qikune, po s'ka pare, ka ngell puna këtu. E ndërum, sa pare duhen për me njësë këtë shtallë? Sa do t'investimi ndërum? A ke logarit? Nuk e kena logarit, se si e na që e logaritëm, se do të mjeshtri, do të, po du me thonë, mjetë e pune, do të gjdo sen, sën e logarit pa shkute. Normal, se... Po më varet, shka dush me në req. Nëse në req ma të vogël, për shembull, kosta o ma e vogël. Nëse në req ma të madhe, kosta o ma e madhe. Shpenzimet janë ma të moja. Edhe me thonë, këtu ka koqit puna, për shkak se... S'ki mjete, pare s'ki. Na thatë me falim pak më herët edhe këtë pjesën është ta që po ptitojnë më marrë me blektori, jo era, jo kjo, jo ajo. Qarë mendimi kiti për këtë pjesë? Do të më marrë, po du me thonë se babe gjysht, partë tënë, po du me thonë, jo veç të partë, po dikuj tjetër, janë marrë me bujqësi e me blektori. Edhe ma herët, po du me thonë, kanë pas pula, lop, kanë me gjallë, ja ka dhonë dikujna, ka shku të një argat, e ka bo një zgjidhje, po du me thonë edhe kanë jetu. Jo veç sot, gjithë, edhe shteti, po du me thonë, nëse s'ka blektor, bujqësor, po du me thonë, gjdo sen që s'mirët, pi tokës, që s'prodhën toka, edhe shteti nuk ka kur farë do bje. Se, yshehet pi, qyteti yshehet pi katunit. Po gjithë shka fillon prej tukës, tash blej ato, blej këto, apo kupton janë këgja dhe shpenzime, rritën ma ndej njerës po që ditën për shambull edhe për qmimet, po thujnë qysh një lop 3.000 euro. Në fakt, lopt janë zhduke në Kosovë, për shkak se s'po merën shumë e këtë. Nëse e ki një lop, po du me thonë e ki sukur një market me pase për dit, edhe jep, po edhe e merë. Po edhe nëse, gjdo njani e len këtë punë, po du me thonë, edhe shteti s'ka perspektivë. E vërtet. Po, qa me ndonë tja? Kini mesazh për njerës në është ta që... Unë i thamë për të rritë, po du me thonë, kur shdojnë më marrë me bujqësi, nuk o keq. Nuk o keq. Me mujtë me gjetë vetin, se dikush edhe pse mirët me bujqësi, sën e gjanë vetin. Se, ka qef me ne, luksin me që ma fort me shiju, edhe te bujqësia dënë punë.
Ama dhe s'dëm punë. Se për shembull mëngjes, mbrëmje, nuk është nështë punë që shë mendoj njerës, unë e mendoj që... Jo, nuk është po du me thonë fort ofenziv, s'kimi dhonë aty në mëngjes i mjele i në reqe sene dhe del mund me shku për kafe, për ku dush, je i lirë. Nëse shkon dikon në argat me pare ti të ditën je i zanë. Aj qysh dënë, qysh gra, aj. Po pse na shqiptarët lakmojna ma shumë nështë me na... Se na shqiptarët kem qef me na gra dikush, jo mi gra vetit. Pse menon që? Menoj se gjithë po du me thonë e kanë pas kryt e zantë. Hajde, graj, kur na tutu me rëziku vetë për veti. Për që ata jesëm gjithë mrapa. Nëse rëzikujmë, ka vene që po du me thonë nëse e fiton shemëll bevaj, 10 euro për veti me bo me punu i fiton 20, po nuk rëzikon. Nuk rëzikon mi hi vetë për veti. Tutemi me rëziku në është apak Tutët. Se tutën që vëna hupin paret. Në është ta qatë po, e vërtetë, qatë por në mujna mi hargju shumë letën sa në tjera, se biznesi do pak me qenë ma i gudzim shumë. Me rëziku ma fort. Po. Po mjetë e bujtësore i nderum, a ki kështu, apo... Kam një frekusan qëtu 39, kam disa rrutlojsa, pres, që i kena bli me pare vetanoke, ka pak qëtë se. Po apo mundi me ja dollë kështu, se normal sfidat janë gjithka, ajo s'diskutohet, po nështë ta, apo mundi me ja dollë? Po pe ja dollëm bre, dal një qishmas. Deshta me kalzu, po du me thonë një sen njoni kish ble një par këpucat, tha sa po të qinërin këpucat. Tha muë 3 muj. E tyje, tha mërë një muj, tha valoj muë 3 muj, tha unë pja një muj edhe dath pak. Inderum, pse po mendojnë që fshatrat po braktisen me të madhe? Po rinia po ikin se përdojnë një jetë ma të mirë, ma lukse. Ma lukse, Po ma qëfar lukse. aspekti ma lukse? Gjdo aspekt po du me thonë përdojnë ma lukse, një. Gratë po tjetrin që po fryjët me 300 euro vjen pi gërbetit, e fryjët me kere, hajnë të karë, i merë me qira, e vjen fryjët, gratë e këtushit edhe qikat, kujtojnë që ajo lërë pi parev, edhe që shtu po dëv ka me jetu në Zvicër, mu fryjë e sene. Po kur të shkojnë atje, e d'lirin pep Gjermonit. Inderum për fund, fillimisht falenderoj shumë për bisedën edhe për fund a e keni mesazh kujt i drejtohet? Falënderës edhe për juve që e keni gjetë kohën, trive ju tha miri, se me gjdo send që mirë është ka dishka. Pi badi avistikës nuk ka kur gjo s'ka. Faleminderit shumë Inderum. Me nërë kosh, ja kalushi mirë. Faleminderit shumë. E na miqtë mi dashur, ju përshëndesim prej fshatit Grejkës të komunës së Suharekës edhe shihemi prapë.